E të shef ty edhe motivohet për vete edhe ka qef me ecë rrugës ka kecë ti. Çka do t'i kishe thënë asaj, mos me bo që ti e ke bo? Më ndodh shumë shpesh që më shkruajnë Instagram femnat edhe shumë faleminderit për gjithë mesazhat e mirë. Edhe më thojnë që je shumë njeri fort edhe bravo të qoftë. Qysh i te i ka lënë krejt këto, a din me më kallëzu qysh, çfarë metode përdor, që je qështo. Kisha dash me ju thonën disa fjalë se cilin njeri dhe të jeton jetën e vetë, qysh don vetë aj, qysh e ndjen zemra e vetë. Dhe asë njerë gjanat mos t'i bën për hatër dikujna, veç për vetën e vetë. Veç për vetën e vetë. Jo për hatër dikujna. Duje vetën, mos i lëndot e tjertë. Po. Edhe qaja më me rëndësi, qysh jeton, për veti, qysh ndijet vetë. Kjo është për me luftu, gjithmonë dësh me luftu, pa marrë për asysh të jeta me qka provon, godet, se shumë raste më kanë ndodhë që më kanë shkrujtën, jam shtatzane, jam të lindë vetë, qysh, mi abua dhe me më tregu, thjesht leje në dorë të Zotit. Dorë të Zotit, kejtë selet ajnalt dhe në krejt miranisën. Këti mos i be keq dikujt, kjo është ma me rëndësi edhe dush mu kon njeri fort, mi përbalu. Me njetin e mirë, me zemrën e mirë dhe gjithmonë me zemrën e mirë krejt. Unë nuk i dija ki folti para medjeve në i herë, për në në privat ma ki pas kalzu një historie, nëse